Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun xhalla xhelalu falenderojmë, vetëm për të ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vëllezëruar, në takimet e kaluara kemi bërë një prezantim të përgjithshëm rreth asaj që ka të bëjë me moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe çfarë e bën këtë njeri të madh, përveç asaj se është i dërguar i Allahut azza wa jall dhe kjo është baza dhe esenca e suksesit të tij. Mirpo këtë çështje, këtë realitet e kanë shoqëruar edhe pika të tjera, të cilat i dërguari sallallahu alaihi wasallam i ka pas pjesë përbërëse të jetës së tij. Sot do të bëj gjithashtu një prezantim dhe një hyrje në mënyrën se si është sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me njerëzit përgjithësi, si ka komunikuar ai me ta, aspekte praktike nga morali, sjellja, komunikimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me njerëzit përgjithësi. Kemi përmend atje se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë, do të thotë, në nivelin më të lartë të sjelljes dhe moralit në të gjitha aspektet e jetës. Andaj, ai i cili shikon jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e sheh se ka qenë shumë i natyrshëm. Ka qenë, do të thotë, në sjelljen e tij gjithmonë në kulmin e mirësjelljes. Ka pas një sjellje gjithmonë korrekte, një sjellje me të vërtetë elegante, e cila ka buruar nga mësimet dhe shpalla që Zoti xhallahu ala ja ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Amr ibn Asi radiallahu ta'ala anhu, i cili thot se sa më takon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më buzëqeshte. Kishte një sjellje të posaçme me mua. Saqë nga sjellja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe komunikimit me Amr ibn Asin ka filluar me fitu një përshtypje Amr ibn Asi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më shumë të atë dën. Dhe i ka thonë ditë ja Rasulullah, men ahabbu an-nasi ilayk? Kanë dën më shumë ti? Ka thonë Aisha radhiyallahu anha. Ka thonë në rijal pe burrave kom përslim. Ka thonë babën e saj, Abu Bakr. E ka thonë pastaj kanë dën, ka thonë dua Omerin. E pastaj mas Omerit, ai gjithmonë po pret mos po mu. Ty Amr ibn Asin. Ka thonë dua Uthmanin. Dhe ka filluar me numëruar ka një derisa ka thonë Amr ibn Asin, ndoshta më kanë mu për fund. Apo edhe e ka pasur ata të parë që i ka numëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë Amr ibn Asi. Prandaj shikoj si mbas sjelljes i ka dhënë përshtypje se më duhet e don shumë dhe e kapi më të mirëve. Por realisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam normalisht e ka pas një kategorizim tjetër të njerëzve që i ka dashur më shumë në bazë, do të thotë, në bazë të devotshmërisë, në bazë të kontributit, në bazë të sakrificës dhe sinqeritetit që njerëzit e kanë bërë për fenë Allahut azza wa jall. Por këto dallime që i ka pasur në zemër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kanë pas mundësi me i vrejt njerëzit apo në jetën e përditshme. Prandaj këtë duhet ta kemi parasysh të ndëruar, pavarësisht pse ndoshta ndaj dikujt nuk i dashuri sikur se ndaj dikujt. Ndoshta me dikën si i afër si me tjetrin, apo por kjo nuk duhet me reflektuar sjelljen e përgjithshme ndaj tij që ki. Apo Allahu se kam punë mirë me këtë, ta duhet më lejt më rol gjithmonë. S'ka lidhje kjo me ata. Apo sjellja është sjellje. Po vlera është vlerë. Andaj besimtari ka një kodeks të sjelljes së tij që e ka për të gjithë, pa dallim për njerëzve. Ndërsa dashuria pastaj është çështje relative që dallon për njerit në njeri. Prandaj është një bazë e përgjithshme e sjelljes që duhet çdo kujt ja ofrojmë. E pastaj dallimet vijnë në rrafshe të tjera. Pra çdo kush duhet me gëzu respekt, selam, buzëqeshje, përkrahje, ndihmë e kështu me radhë, saqë sikur që përmend Amr ibn Asi ka pas përshtypje se pejgamberi më don më shumë ti, mos i ka possibilitet që po më kesh. Po më buzëqesh, po sillet mirë me mua, do më siguri mua më don më shumë ti. Andaj sjellja i ka bën që të ketë këtë përshtypje. Gjithashtu një herë ka ardhur Adi ibn Hatim ka qenë i krishter dhe ka qenë me pozitë lartë në fisin e tij. Motra e tij e ka pranuar Islamin dhe ka qenë gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo e ka ftu vllahën e saj, Adi ibn Hatim, ka thonë, eja takon njerë me këtë burr.
Tako veç një herë. Rrim të, pastaj vlerëso ti a ki me ndru qëndrimin tënd apo jo. Dhe ka ardhur Adi ibn Hatim në Medinë me kryq të madh në gjaks. Don se ka qenë krishter me kryq të madh në gjaks e ka taku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe është taku me të në xhami. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka marrë dhe e ka shëtit në për Medinë. Don ka ecë Medinë me të, se shtëpinë ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithë me xhamin. Mirë po e ka marrë një xhirë rreth Medinës derisa ka ndodhur tek shtëpia. Duke shkuar pejgamberi më ka pas për qëllim shëtitin me Adi ibn Hatim, që Adiu të sheh përsa afrin praktikisht sjelljen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu ka qenë njëri me pozit, ka qenë njëri që ka vret me sy, ka ditë me lezu. S'ka pas nevojë shumë atij me sqaru. Edhe duke shku rrugës, tash paramendoni i dërguari sallallahu alaihi wasallam është në takim me një njeri shumë të rëndësishëm, që pranimi i islamit nga ana e tij do të thotë shumë për musliman. Qase një fis i tërë hyn në islam. Duke shkuar rrugës, një do të thotë vajzë jo shumë mosh i afrohet pejgamberit sa do të thotë o i dërguar i Allahut, e kam një punë më rëndësi me ty. Me të pyet diçka për punën e mia. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot Adi ibn Hatim prit veç pak. Edhe larguat më tutje me mbu hallën e kësaj vajze, kësaj gruaje. Edhe Adi ibn Hatim po përcjell pe islargu. Tash ai ka pa mbret, ka pa kryetar, ka pa gjithçka. Apo tash po do me pa edhe këto që po sillet me hallët e njerëzve. Apo bën dallime. Ose kjo një vajzë e varfër, një vajzë do thotë jo me autoritet, e thjesht, por e ka një problem. Edhe po e përcjell se ajo po flet e pezgat mohabet në po flet, nëse i dërguari sa sa po ndëgjon me vëmendje. Ai po e përcjell pejgamberin sa sa se si po sillet, si po komunikon me këtë vajzë, nuk po ndërprin mohabetin, nuk po i thot hajde më shpejt mo, gutu mo, po sillet mirë, po ndëgjon deri në fund. Do thotë po e përcjell Adi ibn Hatim pejgamberin sa sallam i cili po ka sabër me ndëgju me vëmendje problemin e një vajze e cila do shta edhe po e zgjat më tepër që ka nevojë. Derisa e ka përfundu, tash pejgamberi sa për jasëran problemin, për jasë shpjegon, për mëson e kështu më radhë. Kër e ka pa Adi ibn Hatim, ka thonë, lejse hadha bi akhlaqil muluk. Ka thonë, kjo sjellje nuk është sjellje e mbretërve, nuk është sjellje e kryetarëve. Kështu nuk sillen ata që e dojnë dunjan. Apo hadha akhlaqul anbiya. Kanë kështu veç pejgamber sillen ato. Kjo është sjellje e pejgamberëve, kjo është sjellje e njerëzve që kanë frikë Allahun, kjo është sjellje e njerëzve që e dojnë Allahun, kjo është sjellje e njerëzve që synojnë shpëlimin për Allah xhallahu xhelalu. S'kan interes fare, se sa për interes kish më lënë këtu, çfarë interesi ka për kësaj? Ma interes ka për Adi ibn Hatim. Mirë, po këtë ka lënë, qase tash një grua ka problem. Dhe derisa kanë shkuar te shtëpia, kur kanë shkuar shtëpi, kur ka hi Adi ibn Hatim në shtëpinë e pejgamberit, çka më pa? E ka pa një hastër në tokë dhe ka pas pejgamberin një jastuk. Jastuku i tij personal që është mbështetënte dhe e ka marrë dhe e ka dhënë Adi ibn Hatim nderim për të pse ai ende ka qenë me kryq, ende ka qenë do të thonë jo besimtar. E ka fushë shtëpinë e tij, e ka nderuar, e ka dhënë jastukun, e kur relaksu situata i ka thonë, pse nuk e hiq ato që e kin qafë dhe mu kthyn fet Allahut azza xal. Andaj shikoni ndëruar, para se me thirrën fe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apo, ja ka mundsu këtij me pa pak praktikisht çka ka kjo fe, që sillem na, kush jemi ne. Pastaj futet në tim. Qase njerëzit kanë qenë fillimisht me pa ndikimin e kësaj fete të ti, kanë qenë me pa sjelljen tonë, kanë qenë me pa moralin tën, kanë qenë me pa fillimisht sa ka ndiku ky veti. E pastaj kalojnë në muhabet. Pastaj kalojnë në fjalë, në teori, por fillimisht le të shohim njerëz për neve sjellje, korreksi, komunikim të mirë, sikur sa sjell pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe posa ka pa këtë Adi ibn Hatim me dy fjalë, e ka ndryshuar fenë e tij, është futur në Islam, ka thonë shahadetin para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe shikoj si ursil pejgamberi sallallahu atje ursillet me Amr ibn Asin, ka ursillet me njëri që i njëjti nivel i sjelljes, pa dallime, si sjellet me këtë vajzë, nivel korrekt, nivel i lartë i sjelljes dhe komunikimit të gjithë. Madje dhe ndëruar në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kohën njëri ka pasur min Zahir, e ka pasur min Zahir al-Ashja'i radiyallahu ta'ala anhu. Ka qenë bedevi i Shketinës, së kohën fort i gdhendën, së kohën fort do s'ka pas qasje shumë me njerëz,
Edhe ata njerëz që kanë jetuar në shetin me deve, ka pasur një lloj arrogancë, një lloj jo sjellje çdo, se nuk kanë mësuar me mos sill mirë. Gjithashtu ka qenë shumë i varfër, edhe ka qenë jo i bukur fytyrë, ka qenë i shëmtuar pak, jo i mirë fytyrë, pamje. Pejgamberi shumë e ka respektu. Gjithmonë ka bëj gara me të, ka lujt me të. Dhe sa një ditë Zahiri ka ardhur në qytet, pe shketinës, ka ardhur në Medinë, edhe ka shku tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur ka shku tek pejgamberi në shtëpi, se ka gjetë aty. Si të qoftë, ka pas disa mall me veti, qumsht, ka sallam që ka pas, që ka marrë pe shketinës, edhe ka dalë në treg të Medinës me e shit. Kur ka ardhur pejgamberi në shtëpia, i ka thonë gruaja e tij, ja Rasulullah, ishte filoni me të lypën nuk gjet. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gjithë lodhjen, me gjithë angazhimin, çfarë bën? Del me lyp Zahirin në Medinë. Nëse s'është në rregull, orë me lyp, po respekton, e tash unë s'po interesona për ta. Pse? Pse është Zahiri, s'është dikush i madh, s'është në autoritet, s'është dikush më rëndësi, apo me pakon dikush që shumë lyp të naund, apo me të pathir dikush në telefon, i cili ka rëndësi, merri u këshillë emru. Sa më rëndësi kjo sa gale mos më emru, apo? Asa i thjeshtë ky. E pse ai ndoshta është i devotshëm, është i mirë, sa më rëndësi. Kjo është gabim komunikim kur bëjmë dallime në baza të caktuara të dunjas. Ka dalë në treg me lyp pejgamberi son, edhe ka pas Zahirin ka shet në Medinë në treg atë. Edhe Zahiri thotë, kush blen për me këta kas, kush po blen për me çto, ai tu thirr në treg, kush po blen për ti mallën, i ka shku pejgamberi son përmas, apo edhe ka kap, këtë ka shtrënguar edhe ka thonë, kush po blen për me këtë rob? Ka po kush po blen për me këtë rob? Atë kuptim me tregu afërsinë që ka me Zahirin, apo pak me elru, së më ke gjithë e shpia, po që vjën e të lipi ty, jo, edhe ai s'po din që po bëhet, nuk po din, na tash tu lëviz, kush ma kanë gjitë, se edhe pejgamberi nuk shumë i fort, nuk shumë i gjatë, me muska, po ka qenë i fuqishëm, dy burra i ka rëzu pa problem. Kur e ka kap Zahirin, kush po blen këtë rob, kush po blen këtë rob? Kur kthy Zahiri ka pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe i urgjujt në gjaks. Ka thonë, shitëm ja Rasulullah, po s'ki që ashet vallahi, kush s'm blen mua, thënë. Qa ki me shita për? Shet në njëri që kush më blenë mu? Asë më blenë për takat, se që se i lekshtë, asë më blenë për pamje, s'vlenë e shumë. Ka thonë pejgamberi son, nuk është të vërtej që nuk vlenë ti të Allah je shumë i shtrajt. Ti të Allah je shumë i shtrajt. A shikaj këtë komunikim të nalë, subhanallah, kush me kanë? Kush me kanë? Pejgamberi sallallahu apo, nështë dikush për neve nuk ka mundësi kësillë i sjellë me pas, nështë me fëmijët e vetë ose me të afër me s'ka sabër nuk di kështu më bë, nështë pejgamberi sallallahu s'ka bë, s'ka qenë pyetja Abu Bekr ose filoni se Fisteku, ka qenë pyetje thashë njëri që ka ardhur pi largut, edhe vetë s'ka qenë, do të thonë, thash në sjellje që duhet ose s'ka, po megjithatë pejgamberi sallallahu nuk ka luar kurrë që ndokush për njerëzve të vrenë dallimin sjelljen komunikim me të tjerët. Po kur ka qenë çështja me shpërndam mirënjohje, kur ka qenë çështja e disa gjërave të caktuara, sekreteve, punëve të caktuara, si ka ndonë me gjithë. Ka pas njerëz të posaçëm që i ka bërë plane të caktuara dhe këtë e ka pranuar. Kush e ka kontestu afërsinë e Abu Bekrit me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Askush. Kur kush ka thënë ja Rasulullah, ti Abu Bekrit pi kallzon, mos po kallzon. Ja këtë e kanë ditë për do punë, ka qenë njohur që Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu është i afër me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ka çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Abu Bekrit? Ka thënë çdo njeriu na ja kemi kompenzuar atë që na e ka dhënë. Apo pse? Sa ai domthon na ka ndihmuar në raste të caktuara, është gjind me neve, ka sakrifikuar dhe tash na i kemi dhënë ose pozitë ose ja kemi kthyr nga buxheti i shtetit i kanë kompenzuar. Ka thënë përveç Abu Bekrit. Këti njerëz s'u na kthejmë kurrë, këti veç Allahu ka më kthyer. Së në paguajnë Abu Bekrit kur çfarë ai ka bëu. Dhe normal. Nuk ka qenë një sikurse kur dikush e ka shqetësuar dikën, sikurse dikush kur e ka shqetësuar Abu Bekrin. Prandaj më në rast kur dikush e ka shqetësuar Abu Bekrin me fjalë, me sjellje, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pse nuk po më lënë rahat që t'jaran që kam? Leman rahat që të shok që të një kam, leman e që ta. Apo? Andaj, normalisht, devotshmëria, kontributi, sjellja bën që njëri me pas disa aspekte një afërsi më të teksuar se me tjerë, por kjo nuk kupton se sjellja ndaj tjerë dallon pastaj. Ja, e kemi në nivel të caktuar sjelljes të komunikimit, buzëqeshim, flasim, jemi të mirë, durueshëm me kështu me radhë me të gjithë.
me të gjithë kurrë qofshin ata. Prandaj besimtari i vëllëndruar nuk duhet me e ndryshu sjelljen e tij varësisht nga kategoria e njerëzve që komunikon me ta. Nuk duhet me e ndryshu sjelljen e tij varësisht nga interesi personal që e ka. Besimtari nuk duhet me e përcaktu nivelin e komunikimit dhe sjelljes së tij me të tjerët varësisht çu ai komunikon me ta. Ja, nëse ai nuk din musil me ty, ti mëso ato që do të musil duke u sjellë ti mirë me ta. Nëse ai nuk komunikon korrekt me ty, ti mëso që do të më komuniku duke komunikuar korrekt me ta. Ne ka ndodhur në Medinë, pejgamberi sa duke ecë rrugës, apo me ardhi një njeri peshkëtinë, me ngjit për teshë këtu dhe me ngre disa ka thonë Enes ibn Malik i pash shajat e teshës në qafë të pejgamberit sa që ka ngre. Për mëndoj shajat i ka pa në qafë të pejgamberit sa sallam. Edhe kur u kthy pejgamberi për çfarë bëhet fjalë, ka thonë më jap nga pasunia që Allahu ta ka jepë, s'ta ka dhënë baba. Farsilli ka pejgamberi sa, si të shumëron. Mirë po aja ka kthy me këtë nivel pejgamberi sa, ja ata. Nëse ti je i ult, unë s'bona i ult sikur se ti. Nëse ti nuk din, je ignorant, unë s'jam ignorant. Ande unë sillim varësisht nga sjellja ime, nga niveli im, nga kultura që e kam. Për këtë arsye edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, japni këtij njeri derisa të plotësoj nevojën. Edhe kur i ka thonë ai kënaqë ka thonë po, Allahu të lutet tash. Prandaj ka ardhur një herë një grua varfër me kërku te Abdullah ibn Mubarak. Këtu në këtë rast që flasim për një metodë, për një kornizë të një sjellje dhe komunikimi që besimtari e fiton nga jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka një grua tek Abdullah ibn Mubarak. Një grua varfër ka ardhur me kërku limosh. E varfër ka qenë shumë, e ibn Mubarak ka qenë njëri i njohur me pasuni, ka pas shumë pasuni ka pas. Për nësë sa që ka pas para, 3-4 muaj për para, Ibn Mubaraku i ka thonë njerëzit katunit vetë, dvenit vetë, qytetit vetë. I ka thonë, kush për ju e ka bërit marë në haqë, si vjetë, kush e ka bën jetë, le t'i bjen pare për qëtash, t'jam lidhëm në kacë. Të du në më bogati, ka do shmëris për pare në haqë në kom, edhe njerëz kam për pare, ka unë e du marë, i ka marë paret. Ti apë dhe marë haqë, po unë du marë, ama ka, unë e t'i ruj paret. Sa ju konë udhëheci edhe përgjithsi. Njerëz kush ka pasur marrë hax i kanë pagu. Jo shkuan hax, kanë hongër, kanë pi, ka paguën tonont, apo njerëz kanë mëndoshë nga portë vet, apo hajnë, po pinë, ka ble hedije, keq ka nevojë ka kryej i Mubareku. Kur janë kthy në vend vet, i ka thirr njerëz, hajni tash të hajmë në darkë që na kthy kështu hax për haxhit. Apo kur mbledhin njerëz taj, ka thon ti ke thon çka çapo, çe portë tuaja. Ti e ke thon çka çe portë tuaja. Këto ku harximet e mia, veç kum dosh me ditë kush po të më shku, kush po të më shku apo. Që ka qenë Ibn Mubareku. E ka një gru me lyp pare, limosh. Edhe e ka nxjerrë një qese, si për shembull në fukara, po tash jo kësi lypsat rrugë, po ai ka qenë me nevojë gru non që ka pas jetime, varfër, ka pas nevojë. Po ndoshta nevoja e saj kishte më u plotësuar me 20 euro, po them kushtimisht. Ibn Mubarak e ka nxjerrë një qese që ndonjë kon 500 euro. Po them shumë kushtimisht, sa më kuptu. Kur ka pa ajo ka mos i ke bu gati dikun tjetër se gabimisht, nëse pasionos t'ja për ashtu të dorë. Apo, ka thonë Ibn Mubaraku, jo në rregull është nga se unë t'japi nga pozita jem, jo nga pozita jote. Apo, nga pozita jem që i kjo është sadak, nërë që ta së është kurgja. Pejtamës, pitonës, bëha kia dhe me 2 euro për t'jo bëllë. Ama pejtamës nuk ka bëllë. Ande besimtar duhet me jap nga pozita ati, duhet mu sill nga pozita ati. Apo, një më ra në pozit dikuj tjetër. Mos me leju më ra në nivelin e njerëzve ignorant. Mos me leju më ra në nivelin e njerëzve provokativ. Mos me leju më ra në nivelin e njerëzve që sjellë sjellshëm. Ai çysh do le të sjellet, ai çysh do le të thot, nga se tek e fundi çdo kush e prezanton kulturën dhe e prezanton sjelljen e moralin e tij. Edhe ti e prezanton tonën. Ai le të sjellet çysh don, por ti sill ndryshe. Prandaj ka thonë një njeri Hatim al-Asam. Hatim al-Asam ka qenë njeri shumë i urtë. Edhe ka pasur mos pajtim me njëri, ka thonë njëri, çuçi po thon. Tash ky njeri po thot Hatim al-Asam. Ka thonë unë që ka dosh me kërsnu, i ka thonë unë me bo me tani vesh një fjallë ka ma thosh. Apo 10 ma të zeza ta këtha jona. Ruj me kom po ki punti. Ka thonë Hatim al-Asam, shumë i qetë, ka thonë vallaj 10 mi tha fështimu asë njëse një për mje, më si gale. Zbisi ti një me 10, unë e 10 asë me një se këtha jam. Unë jem tjetër, unë nuk jam sikur se ti. Pra ne duhet me reflektu pak më ndryshe. Që më ra nivel të ignorantëve.
Nëse ku është edukata jonë, ku është mësimi jonë, ku është feja jonë, ku është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në kjo është një abeced e thjesht, apo një abetare e thjesht e mirësjelljes dhe komunikimit të çdo muslimani që duhet ta ketë parasysh në sjellje me njerëz. E pse kjo pastaj ka detalet e veta, apo i ka udhëzimet e veta të detajzuara që do të mundohemi inshallah të armë të shërim kadal, por kjo është e përgjithshme, një prezantim i përgjithshëm se çysh na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sjell si na formon i dërguari sallallahu alaihi wasallam, dhe si ka qenë ai në raport me njerëz në përgjithësi, andaj sjellja e tij ka qenë pa dallim, ka qenë në bazë të nivelit të tij, jo në bazë të nivelit të njerëzve. Allahu xhallahu ala përmirësoj gjendjen tonë, dhe Zoti xhallahu ala na udhëzon në rrugën e drejtë. Allahu na bëf nga ata që të tjerët kënaqen në shoqërinë e tyre. Allahu na bëf nga ata që sillen mirë dhe komunikojnë me të tjerët në bazë të mësimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe të përhapim përmes sjelljeve tona të ndëruar, të përhapim përmes komunikimit tonë me botën e jashtme, të përhapim udhëzimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të themi njerëzve se kështu neve na mëson i dërguari alayhi salatu wasalam. Kështu neve na mëson Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nga sa ai ka qenë mëshirë, edhe ne jemi mëshirë për njerëzit. E nuk kemi dënim e gazep e arrogancë për të tjerët. Allahu shpëlbeft. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.